Përshëndetje. Dembelizmi nuk është thjesht mungesë dëshire për të vepruar. Është një pasojë komplekse e disa faktorëve psikologjik, emocional dhe neurobiologjik. Shpesh njerëzit nuk janë të paaft apo të parëndësishëm. Thjesht janë të mbërthyer në një cikël pasiviteti dhe vetë dyshimi. Në këtë video do mundohem të ndihmoj për të kuptuar rrënjët e dembelizmit dhe për të zbatuar strategji të bazuara në shkencë për të kapërcyer atë hap pas hapi. E para, çfarë është dembelizmi në të vërtetë? Dembelizmi shpesh ngatërohet me mungesën e karakterit, por në thelb është një reakcion psikologjik ndaj frikës, pasigurisë apo mungesës së motivimit të brendshëm. Faktorët më të zakonshëm psikologjik përfshijnë frika nga dështimi, perfeksionizmi, vetvlerësimi I ulët, mungesë e strukturës. E dyta, truri, zakoni dhe neuroshkenca e veprimit. Truri është ndërtuar për të ruajtur energji dhe për të automatizuar vendimet nëpërmjet zakoneve. Koha për të ndërtuar një zakon nuk është fikse, por ndryshon në varësi të kompleksitetit të sjelljes së individit. Kjo mund të zgjas nga 18 deri në 254 ditë. Mesatarja për të mësuar një zakon të thjesht është rreth 66 ditë. Përsëritja e qëndrueshme është çelësi, jo thjesht kalimi I kohës. 3 strategjitë më efektive për të luftuar dembelizmin. E para, fillimi nga gjithçka. Bëheni të lehtë. Nisni me hapa minimal për të ndërtuar momentet. Në vend që të thuash do të ushtrohem çdo ditë për 1 orë, diçka që ju doni, thuaj do të bëj 5 minuta ushtrime sot. E dyta, përdorni teknikën Pomodoro. Puno 25 minuta me përqendrim dhe pushoni 5 minuta. Përmirëson fokusin dhe motivimin. Ose ju mund të bëni të punoni 50 minuta dhe të bëni 10 minuta pushim, të themi, ose shpërblim. Ajo mund të jetë kërkim në internet, në rrjetet sociale, por kjo është formula. 25 me 5 ose 50 me 10. E treta, krijoni një strukturë ditore. Zgjohu në të njëjtën orë çdo ditë. Përcakto zonat e ditës për aktivitete specifike. Vendos qëllime të vogla ditore. E katërta, mendimi ndryshon sjelljen. Forca e vetdialogut. Zëri I brendshëm ndikon në veprimin tonë. Zëvendëso mendimin si jam dembel me mund të filloj të bëj një hap të vogël. Mendimin nuk ja dal dot me po bëj më të mirën sot. Ky vetdialog I ri rindërton identitetin tënd. E pesta, gjej psen tënde të thellë. Motivimi I qëndrueshëm vjen kur ke një qëllim personal të rëndësishëm. Shkruaje. Pse dua të veproj sot? Kujt dua t'i shërbej duke qenë më aktiv? Si do më ndihmoj ky ndryshim në të ardhmen? E gjashta, roli I mjekdisit në aktivitetin mendor dhe fizik. Mjedisi ndikon drejt për drejt në energjinë dhe sjelljen tonë. Hiq përqendrimet nga televizioni, celulari gjatë punës. Krijo një ambient të pastër dhe të organizuar. Rretho veten me njerëz që veprojnë, jo që vetëm ankohen dhe pinë birra. E shtata, si forcohet vetdisiplina? Nga ndjenja në veprim. Vetdisiplina është një aftësi që rritet me praktik. Bëj detyrat më të vështira në mëngjes. Mbaj një ditar për qëllimet, shpërble veten pas çdo përparimi. E teta, dembelizmi ose burnout. Kupto dallimin. Shpesh njerëzit ngatrojnë dembelizmin me burnoutin. Në fakt, ato janë gjendje shumë të ndryshme. Çfarë është burnouti? Burnouti është një gjendje lodhjeje ekstreme fizike, mendore dhe emocionale që zakonisht vjen nga stresi kronik, sidomos në vendin e punës ose në situata me përgjegjësi të lartë. Si përfundim do të thosha se veprimi është zgjedhje, jo personalitet.
Dembelizmi nuk është kushje, është një gjendje kalimtare që mund të kalohet me vetdije, strategji të zgjuara dhe përkushtim. Mos prit që motivimi të vijë përpara veprimit. Shpesh veprimi është ai që sjell motivimin. Çdo ditë është një mundësi për të bërë pak më mirë atë. Fillimi është gjithmonë i vështirë, por çdo hap që bëni është një fitore ndaj dembelizmit. Miq, këto do të thosha në këtë video. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë videot që unë hedh her pas here. Dhe deri në videon tjetër, miru takofshim.